Të nderuar shikues, miqtë e mi, fillojmë emisionin e fundjavës së Sekretariatit midis rreshtave. Aeroporti i Vlorës do të jetë në fokusin e analizës për sot. Pse? Sepse është mega afera dhe mega korrupsioni i radhës i qeverisë, pavarësisht se është fshehur në emrat e privatëve të mirënjohurit Bexhet Pacolli, si dhe të ortakut të tij, të cilët sot gjoja janë në konflikt. Përse themi gjoja? Le ta marrim me radhë. Së pari, Bexhet Pacolli pretendon se ortaku i tij ka vajtur në një notere dhe i ka marrë kuotat nga 2% në 49%, që është e pamundur ta bëjë çdo noter i cili ka mend në kokë, sepse e kupton që kjo është shkuarje direkt në burg për falsifikim të rënd dokumentash. Në qoftë se do të ishte kaq e thjeshtë, atëherë nuk do të ndodhte gjithë ajo tymnaj dhe gjithë ai reagim publik lidhur me emrin e Bexhet Pacolli. Sipas analizës tonë, çfarë ka ndodhur? Në radhë të parë, Bexhet Pacolli, si një biznesmen i regjur në 10 vite biznes, të niveleve shumë të larta, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Evropë, dhe sidomos në Evropë dhe në Rusi, nuk mund pranonte të fitonte një tender i cili ishte në fakt fitues një kompani angleze e cila e bënte aeroportin e Vlorës me 80 milion euro dhe jo me 120 milion euro. Atëherë si pranoi dhe si e fitoi tenderin Bexhet Pacolli? Sigurisht me ndihmën e mikut të tij, kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Po pse e fitoi? E fitoi sepse Edi Rama nuk e dha këtë verësie, por me kushtin që sigurisht pas atyre 2% të aksioneve të ortakut të tij të qëndronte ai dhe me kalimin e kohës sigurisht që kuotat e aksioneve do të rriteshin siç u rritën nga 2 në 49%. Kjo është e vërteta që do të thotë Bexhet Pacolli për të ruajtur emrin e tij, si dhe për të ruajtur edhe penalitetet penale që ai mund të ketë nga SPAK-u tashmë. Fsheja mbas veprimeve të një notere është sa qesharake, aq dhe e papranueshme për opinionin publik. E vërteta, siç e theksoj edhe një herë, është se Bexhet Pacolli është prishur në pazare jo me ortakun e tij, por me ortakun real që quhet Edi Rama. Nëse do të ishte çështje notariale, Bexhet Pacolli nuk ishte pse shkonte në zyrën e kryeministrit Edi Rama dhe nuk ka çfarë kërkon nga ai kur dihet që noteria nuk varet prej tij. Atëherë Bexhet Pacolli duhet të jetë i sinqert për të ruajtur pra, siç e thash në fillim, reputacionin e tij, por edhe veten e tij nga penaliteti brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë për një aferë mega korruptive e cila quhet Aeroporti i Vlorës. Që Aeroporti i Vlorës do ndërtohet apo jo, kjo është një çështje tjetër e cila mund të analizohet nga specialistët, por nga pikpamja ekonomike, politike, është kjo analizë e cila na çon në deduksionin se Bexhet Pacolli nuk ka më çfarë të fshehë. Nuk ka pse merret me analistë të ndryshëm, jo po tha kështu, jo po tha ashtu, sepse nuk është në nivelin e tij një reagimi i tillë. Ai do të thotë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, jo vetëm për të mbrojtur veten, por edhe për të mbrojtur financat, të cilat siç pretendon ai janë komplet të tjera. Nuk mundet një biznesmen me kaq eksperiencë të mbajë një ortak me 2%, kur me 98% ai mund të vazhdonte investimin e tij me 100%. Tek ai 2% fshihet gjithë sekreti dhe e vërteta. Aty qëndron Edi Rama dhe Belinda Balluku, e cila tashmë është në ndërtim nga SPAK, jo vetëm për këtë aferë, por edhe për tunelin e Llogoras dhe për 10 afera të tjera mega korruptive, të cilat kanë bërë që nga buxheti i shtetit të fluturojnë $100 milion për të mos thënë miliarda dollar. Këto pra janë të vërtetat e qeverisë Rama, i cili mori për ortak Bexhet Pacollin dhe në fund, me ç'po duket, po ja fut atij me kuotat të cilat do të thotë që
Është ai pronari i vërtet i aeroportit të Vlorës, i cili zorë se do vazhdoj të ndërtohet në këto ritme dhe me këtë situatë kaotike, e cila tregon edhe një herë se qeveria është e kalbur dhe e korruptuar nga koka në këmbë. Viktima e radhës quhet Bexhet Pacolli. Kjo pra është analiza, kjo është e vërteta, të cilën Bexhet Pacolli duhet ta thotë, sepse është një opinion publik i tërë i cili ka drejtuar syt nga ai dhe vetëm nga ai. Miropafshim në emisionin tjetër, në të cilin do të analizojmë se përse nuk u realizua dhe nuk u formua sot qeveria Kurti. Analizë që në fakt ne kemi bërë në emisionet e tjera dhe që përmban vetëm një element. Ky është ligji që pritet të merretohet nga qeveria e re, që ka të bëjë me mega aferat dhe mega vjedhjet që partitë e tjera politike në Kosovë kanë bërë këto 20 vjet. Është ligji për justifikimin e pasurive dhe konfiskimin e atyre të cilat nuk mund të justifikohen. Megjithatë, kjo do të jetë një analizë për emisionin tjetër. Bashkë, mirupafshim.